Në një fshat të vogël në Maliq, çdo mëngjes, para se dielli të linte mirë, një baba nisej me kal 3 fëmijët e tij hipur pas, të mbështjell me shall e me shpresë. Quhej Genci. Rruga deri në shkollë zgjaste më shumë se 1 orë. Në dimër binte borë, në pranver shi, e në ver dielli diqte, por ai nuk mungonte asnjë ditë. Kur të tjerët ankoheshin për rrugë të gjata, ai buzëqeshte dhe thoshte: "Nuk ka rrugë të gjatë për një baba që do të ardhmen e fëmijëve të vet." Kalit i ishin rrudhur muskujt nga lodhja, por çdo hap i tij ishte një hap drejt dijes. Ai nuk kishte shumë, por kishte gjithçka që duhej, dashurinë e një prindi që nuk njeh pengesë. Fëmijët e tij mësonin, rriteshin, dhe çdo ditë kur ktheheshin në shtëpi, ai i shite me krenari. Ja, për këtë ja vlen çdo hap, çdo lodhje. Në një botë ku shumë dorëzohen lehtë, Genci na kujton se dashuria e prindit s'ka kufi. Ai nuk kishte makinë, por kishte zemër. Dhe ndoshta heronjt më të mëdhenj nuk janë ata që fluturojnë, por ata që ecin çdo ditë, në bore në shi, vetëm që fëmijët e tyre të kenë dritë në jetën e tyre.